të gjithë. E ja po shkojnë protesta në Maqedoni. Është interes kombëtar, nacional. Dhe këta protestues vlerë janë pjesë të udhëheqjes në Maqedoni dhe nuk po ngritin zonin për padrejtësitë që po i bën shqiptarëve që po i shtypim. I kemi në Lugin për shefë, ta dhe Nasimi, që po shkojmë atje. Po, ne kemi pas disa deklarata të Edi Ramës që ka pas për situata politike në Kosovë. Dhe komplet spektri politik. E atëherë në pushtet kemi kërkuar që me najt dhe me udhëheq shtetin e vet, mos përzijë çështjet brendshme. Apo përzimin tash çështjet brendshme të Shqipërisë. Sigurisht që po përzihemi. A e dim na, a përjetojmë na për dëshmërinë e shqiptarëve të Shqipërisë? Problemet ato që mund të jenë me numër pa numër të shumta dhe as që po kontestoj të drejtën e qytetarëve të Shqipërisë me protestu. Këta le të protestojnë, po le të argëzojnë qytetarët që e kanë zgjedhur Edi Ramën. Le ta bëjnë këta atje. Nëse nesër vjen puna me u cënu sovraniteti i Shqipërisë, me u cënu integriteti jon kombëtar, sigurisht jo protesta. Po në pajtona që edhe mu vesh me uniformë dhe me armë shku me mbrojt. Po është diçka që ka ndodhur brenda kufive Shqipërisë me vendimet politike të Shqipërisë, me vendimet e institucioneve që këta i kanë zgjedhur dhe këta le të rrezojnë dhe këta le të vendosin për fatin e tyre.